Ornaldo Rakipi është një nga emrat e rinj të rilindjes në Tiranë, por me rrënjë të vjetra në politik. Djali i deputetit socialist Qifi Rakipit u fut në politik në vitin 2021 dhe tani posedon mandatin e dytë si deputet në listat e hapura të Partisë Socialiste. I aty u përjashtua nga kuvendi pas miratimit të ligjit të dekriminalizimit për shkak të një vepre penale të kryer në Itali për vjedhje. Më vonë ai u shpall non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në pamundësi për të rikthyer vetë në parlament, Qifja ka vënë në shërbim të partisë pasurinë e tij, duke i hapur rrugën të birit që të marrë një mandat si deputet. Sipas burimeve, në zgjedhjet e vitit 2021, Juniori ka siguruar një pjesë të mirë të votave përmes influencës dhe mjeteve financiare, një praktikë që duket se do të përsëritet edhe këtë vit. Pavarësisht se rezultoi se u votua masivisht, ai për 4 vite nuk ka nxjerrë asnjë fjalë nga goja në parlament. Ornaldo konsiderohet ndër deputetët që kanë përfituar politikisht nga trashëgimia dhe burimet e teatrit. Motoja e rilindjes përflitet që këtë sezon zgjedhor të jetë paraja hedh votat përpjet.